Mirë se vini. Faleminderit shumë. Faleminderit. Si jeni? Mirë. Shumë mirë, faleminderit. Kemi Welcome to the municipality of Puka. Merci, ju bëj pritje të thjesht, por do më thonë se shumë. It is a pleasure to honor you here. That is very significant for us. Vetë ambasada e Austrisë, ju veçanërisht, kemi tregu se Pukën e doni. And you especially have shown that you love Puka. Te e keni vërtetuar me punë që keni bërë sa kohë, nëpërmjet shoqatave, organizatave, You have shown throughout the support you have given SNVP-ja, associations and organizations as CNVP. në ato sektor ku ne i kena shumë të domosdoshëm për me implementu punë, In si që sectors është sektori i pyjeve, which are very relevant to us as it is the forest sector, si që është edhe investimi që ja bë në infrastrukturën shkollore, or duke bërë mujtë në ngrohen e shkollës nëpërmjet Kardajës, or the heating of the school through the central heating, një investim që ja bë 100% nga ana juaj. which is an investment that has been done 100% with your support. Punët e tjera në mjellin e fidanëve me gështenjë dhe akacie, si dhe ato pastrimet që janë bënë në fushën e qarit, dhe ato asete që kanë dalë aty janë përdorur për ngrohjen e Kardajës e shkollës qarit, përmjet Kardajës që është dhuratë e juja. 60-65% e sipërfaqes mbulohet prej pyjeve, 60-65% of the surface is forest. dhe kuptohet që papunësia jo thjesht vetëm në ditë e sotshme, por edhe më përpara, sepse Puka nuk ka qenë një qendër industriale, por ka qenë një qendër administrative, As Puka has been more of an administrative center, but not an industrial center, unemployment has always been felt. kuptohet që punësimi këtu ka qenë gjithnjë vetëm ato mundësi që janë krijuar për në sektorin publik, siç janë administratat, arsimi, shëndetësia, me projekte ndryshme, kuptohet, tu ka organizata, shoqata që nëpërmjet tyre, sepse unë nuk them që bashkia tjetë vetëm mbështetës, bashkëpunëtor, për me arritë ato qëllimet e mira, sepse me shoqata, organizata dhe i realizojmë këta punime. Kështu që përderi sot unë do e falenderoj shumë ambasadën e Austrisë nëpërmjet zonës ambasadore për punën e mirë që kanë bërë deri më sot nëpërmjet CNVP-s. Ne do të mendojmë edhe për të ardhmen që Puka, pyjet e Pukës të jenë ashtu si janë, moshërinja e Shqipërisë. Puka nuk është vetëm e pukjanëve këtu, Puka do të jetë e zgjidhur shqiptarëve dhe e miqve që dojen ta vizitojnë Shqipërinë dhe kryesisht Pukën. Ne në ato agjendat tona kemi gjithmonë që t'i japim prioritet zhvillimit turizmit, agroturizmit, që është një ndër pikat kryesore që ne mund ta zhvillojmë Pukën, por duke rritur ato asete natyrale që janë është punu prej dorës njeriut, por edhe ato asete tjera që janë natyrale. Kështu që ne mundona t'i ruajmë, t'ja u përcjellim edhe brezave, por mbështetja me projekte ndryshme është e domosdoshme. Kështu që turizmi është prioritet. Ne respekti me zemër, me fjalën e mirë për punë që po bëhen, edhe janë bënë territorin e Bashkisë Pukë, një thjesht mirënjohje ambasadës Austrisë nëpërmjet ambasadorës pranishme së aty. Austria in Albania, represented by Her Excellency, the Ambassador of Austria, Mrs. Monika Zak. Faleminderit shumë.
forest area, and I'm really happy that we Ishte vërtet një kënaqësi që duke ardhur për në Puk kisha mundësinë që të shikoja natyrën e mrekullueshme dhe jemi vërtet shumë të nderuar që po arrim të kontribuojmë edhe në bashkëpunim me Agjencinë e Kooperacionit Austriak edhe me partner lokal siç është CNDP-ja për të përforcuar mbështetjen në ruajtjen e këtij burimi të jashtëzakonshëm natyror që ju keni. that I can say yes or no to anything now, but it's the procedures that we follow. Patjetër që ne jemi këtu, por ideja është që ka procedura, ka rregulla që ne ndjekim për çdo kërkesë që na bëhet. Kërkesat janë të shumta, vijnë nga shumë, kështu që ne do të vazhdojmë të ndjekim rregullat tona në lidhje me mbështetjen që japim. Dhe dua t'ju falenderoj për mbështetjen që kemi gjetur, qoftë në komunitet, qoftë në bashki, është shumë thelbësore. Bashkitë kanë nevoja, por jo gjithmonë i përgjigjen dhe bashkëpunimeve, prandaj jemi shumë të lumtur për bashkëpunimin që kemi patur. Përgjithësi njerëzit janë të fokusuar tek plazhi, por tani po vijnë kohëra që njerëzit të vinë edhe në zonat më malore dhe në fakt tu ka vërtet shumë potencial.